Edhe nëse nuk ja keni dëgjuar emrin e tij, padyshim duhet ta njihni muzikën e Pete Seeger. Gjatë 70 viteve të fundit, Seeger, i cili mbushi 90 vjeç në fillim të këtij muaji, ka shkruar këngë legjendare si Turn, Turn, Turn apo If I Had a Hammer, të cilat duket se kanë qenë pjesë e përhershme e peizazhit muzikor amerikan. Në vazhdim do t'ju njohim me profilin e njeriut i cili ka qenë një nga këngëtarët rebel dhe deri tek një figurë mistike e epokës McCarthyt, nga ambientalist e deri tek këngëtar i muzikës tradicionale. Të ndjekim kolegen Mirela Milori. Pete Seeger, artisti legjendar, ka festuar 90 vjetorin e tij. Miq, artistët të ftuar organizuan një ceremoni të veçantë për njeriu i cili ka ditur të ruaj origjinalitetin e tij jo vetëm në muzikë, por dhe në idetë dhe pikpamjet e tij politike e sociale. Kënga e tij e famshme This Land Is Your Land është kthyer thuajse në himn kombëtar këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe u këndua prej Seeger në inaugurimin e presidentit Barack Obama. Në 90 vjetorin e tij, këngëtari i famshëm dhe autori i teksteve Pete Seeger u nderua me një koncert në Madison Square Garden të New Yorkut. Muzikantë të moshave të ndryshme u bashkuan atij në skenë, duke kënduar këngë të krijuara prej tij që janë bërë mjaft popullore gjatë dekadave. Nëse nuk do të mendoja se muzika mund të ndihmojë për të shpëtuar racën njerëzore, unë nuk do të isha bërë muzikant, thot ai. Pete Seeger spikati që në vitet 1940 si pjesëtar i grupit Almanac Singers, më pas shkoi te grupi Waivers dhe më pas nisi karrierën e tij si solist. Ai ishte themeluesi i festivalit folklorik të Newportit, ku interpretimi i tij në fillim të viteve 60 u regjistrua nga regjisori Marin Lerner. Por sërish, Seeger thotë se ai nuk kishte planifikuar të bëjë muzikant. Bir i dy muzikantëve klasik, ai interpretonte në disa instrumente muzikore që në moshën 5 vjeçare. Unë thoya se do të bëhesha eremit. Është vetmja mënyrë për të qenë i ndershëm në këtë botë hipokrite. Seeger nisi të merrej me muzikë kur vendosi që t'i zhvillonte më tej pikpamjet e tij politike, kryesisht për të drejtat civile dhe për drejtësi sociale, paqen dhe ambientalizmin. Ai beson se ka dhënë dimensën më të madhe përpara viteve 60 me muzikën e tij, duke marrë si shembull këngëtarët më të rinj si Bob Dylan. Unë i tregova një brezi të tërë muzikantësh se nuk kishin pse të ishin hipokrit. U thash, ju do të gjeni njerëz të cilët do të duan të këndojnë e të dëgjojnë muzikën tuaj. Dhe tani ka qindra mijëra njerëz si ne. Seeger organizoi në vitin 1969 nismën Clearwater për të publikuar nevojën për pastrimin e lumenjve të ndotur. Sot, pas kaq vitesh, zona përreth Beacon është e sigurt për të notuar. Nëse bota do të ekzistojë për qindra vjet, kjo do të ndodhë fal aftësisë së qindra miliona njerëzve për të përdorur siç duhet trurin që ju ka dhënë Zoti. Ata mund të bëjnë diçka të vogël shtotit, si të rrinë veturinat në vendin e dur apo të mos përdorin makinat. Seeger ende jeton në mal, ku ai dhe gruaja e tij, Toshi, ndërtuan një kabinë në vitin 1949. Ai ende çandru thuajse çdo ditë. Ata jetojnë atje edhe në vitin 1955, ku Seeger u thirr të dëshmonte rreth pikpamjeve të tij politike përpara komisionit të dhomës së përfaqësuesve të asaj kohe për aktivitet anti-amerikan. Ai refuzoi të dëshmonte, duke thënë se kjo shkelte amendamentin e parë të Kushtetutës amerikane, që ka të bëjë me të drejtën dhe lirinë e fjalës. 6 vjet më vonë, ai u shpall fajtor për mos respektim të Kongresit dhe u dënua me 1 vit burg, ndonse çështja më vonë u pezullua. Disa prej këngëve të tij janë kthyer thuajse në himn kombëtar, si versioni i këngës This Land Is Your Land, të cilën ai e interpretoi në memorialin e Lincolnit në koncertin e zhvilluar për inaugurimin e presidentit Obama. This land was made for you and